Sabri Feyzullahu është një nga këngëtarët më të dashur për publikun në trojës shqiptare. Përpos zërit të tij dhe këngëve që kanë mbetur gjatë në memorien e publikut, Sabriu ka treguar se mosha është vetëm numra. Me një veshje të kuruar në detaj dhe me kujdesin për shëndetin dhe trupin e tij që të mos jetë mbi peshë, kur e shikon në skenë Sabriun, asnjëherë nuk e di se para teje po performon një 78 vjeçar. Por ajo që ka tërhequr gjithmonë vëmendjen e publikut ka qenë jeta private e këngëtarit. Ai shpesh ka preferuar që të mos jap peshë asaj që ka kaluar, por siç dihet, këngëtari në martesën e dytë vjen pas një divorci. Edhe pse Sabriu nuk ka preferuar të jap shumë detaje për martesën e parë, burime pranë tij janë shprehur se bashkëshortja e tij e parë ka qenë një këngëtare mjaft simpatike dhe e talentuar nga Kosova. Mosmarrveshjet mes çiftit sollën edhe ndarjen e tyre. E nëse do të flasim për martesën e dytë, Sabriu thotë se është mashkulli më me fat që ka patur në jetën e tij një bashkëshorte si Nera. Pavarësisht se kanë patur marrëdhënie mjaft të mirë, Sabriu ka pranuar publikisht se ka bërë një gabim mjaft të madh ndaj gruas, për të cilin është bërë pishman dhe i ka kërkuar falje. Por çfarë ka ndodhur? Këngëtari është shprehur se gruaja e tij kishte pasion këngën dhe dëshironte të bëhej këngëtare, por ai vetë e pranoi me sinqeritet se kishte qenë shumë xheloz dhe mbrojtës në rinin e tij, ndaj nuk e lejoi gruan të ndiqte rrugën e artit. Ajo ishte shumë e talentuar, por unë nuk e kam lejuar që të vazhdoj këtë rrugë dhe për këtë më vjen shumë keq dhe i kërkoj falje publikisht. Nga ana saj, gruaja e Sabriut u shpreh se ajo kishte arritur suksesin më të madh në jetë, që është një familje e shëndetshme dhe e fortë.